Një park i njohur në Toronto, i frekuentuar nga mijëra vizitorë dhe adhurues të natyrës, po sinjalizon një ndryshim shqetësues në botën e shpendëve migrator. Stacioni i kërkimit të zogjve në Tony Thompson Park ka regjistruar një rënje të ndjeshme të numrit të zogjve të kapur dhe monitoruar gjatë sezonit të pranverës dhe verës së vitit 2025, krahasuar me mesatarët historike. Stacioni ndodhet në një nga korridoret më të rëndësishme të migrimit të zogjve në Toronto. Çdo mëngjes, studiuesit kontrollojnë rrjetat speciale ku kapen përkohësisht zogj këngëtar për të matur dhe regjistruar për qëllime kërkimore. Sipas studiuesit Shane Abernathy, në ditët normale qendra mund të regjistrojë deri në 150 zogj, ndërsa në ditët në migrim të lartë, numri mund të kalojë edhe 200. Por raporti vjetor i vitit 2025 tregoi një rënje të dukshme. Studiuesit vunë re veçanërisht më pak zogj të rinj që kishin arritur të largoheshin me sukses nga folet gjatë sezonit të shumimit. Një nga faktorët kryesor të dyshuar ishte vala ekstreme e të nxehtit që goditi rajonin në qershor, kur temperaturat e ndjera kaluan mbi 40 gradë Celsius. Ekspertët shpjegojnë se temperaturat shumë të larta mund të krijojnë probleme serioze për folet, pasi prindrit nuk janë gjithmonë në gjendje të ulin mjaftueshëm temperaturën për të mbrojtur zogjt e vegjël. Megjithatë, studiuesit theksojnë se të dhënat e vetëm një viti nuk mund të lidhen drejt për drejt me ndryshimet afatgjata klimatike. Ekspert nga organizata Birds Canada thonë se rritja e temperaturave mund të ndikojë edhe në zinxhirin ushqimor. Nëse insektet shfaqen më herët në pranverë, koha e tyre mund të mos përputet më me mbërritjen e zogjve migrator që varen prej tyre. Për shumë vëzhgues të natyrës, ndryshimi tashmë është i dukshëm. Disa thonë se këtë sezon parku duhet më i qetë dhe më pak i mbushur me këngët e zogjve. Studiuesit vazhdojnë monitorimin për të kuptuar nëse kjo ishte një situatë e përkohshme apo një shenjë e një ndryshimi më të madh në ekosistemin urban të Torontos.